محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, asgjë nuk e rregullon jetën e njeriut më mirë se sa besimi, imani. Edhe secila pjesë e besimit, secili kapitull i besimit e ka rolin e vet në jetën tonë. Allahu i madhruar na mëson nëpërmjet besimit që të lidhemi me te, pastaj edhe ta organizojmë jetën edhe sjelljen tonë. Në Kur'anin famadh ka shumë udhëzime të cilat lidhen me përmirësimin e veprimtarisë, duke u motivu në besimin e mirëfillt. Në një prej ajeteve kuranore, Allah i madhruar urdhëron kështu: "Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Friksojuni një dite, druajuni për një ditë, në të cilën do të ktheheni tek Allahu. Pastaj secili do ta marrë shpërblimin dhe do të trajtohet sipas asaj që ka vepruar dhe ka merituar, dhe asnjënit nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ky ajet nënvizon në mënyrë të qartë vlerën edhe ndikimin që duhet ta ketë besimi ynë në ahiret, besimi ynë në ringjallje, për shkak se Allahu i madhruar kur thot druajuni një dite, na udhëzon që të përgatitemi për atë ditë, drejt të cilës udhtojmë pashmangshëm dhe pandalshëm. Çdo moment, çdo çast i kësaj jete që na kalon, secilin prej neve e afron ka ahireti. Dhe të gjithë e dim se asnjëri prej krijesave nuk e ka përjetësinë, sidomos jo në këtë botë. Dhe duke qenë se këtu e kemi fillimin, e kemi edhe mbarimin, dhe mbarimi i jetës së kësaj bote nënkupton fillimin e jetës së përtejme. Dhe Allah i madhruar na udhëzon në mënyrën më të mirë që jetën e përtejme ta besojmë gjithsesi, për arsye se krejt ajo pjesa tjetër e besimit nuk vlen pa besimin jetën e përtejme. Pra, me thonë dikush, unë Allahun e besoj, pejgamberin e besoj, Kur'anin e besoj, mirë por ringjalljen nuk e besoj. Këti do të me i tregu se ky nuk është besim. Edhe në këtë formë njeriu në asnjë mënyrë nuk është besimtar. Pse? Për arsye se besimi në ringjallje është prej shtyllave kryesore të besimit, po është njëkohësisht edhe prej rregullatorëve kryesorë të jetës së besimtarit. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përpjekje për ta eduku ummetin e vet, në përpjekje që njerëzve me ju dhonë udhëzime sa më konkrete dhe sa më dobishme, jo rrallë i ka fillu ato predikimet e veta ose udhëzimet e veta me fjali kushtore. Fjalia kushtore në disa hadithe tingëllon kështu: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kush do që e beson Allahun dhe botën e përtejme, le të bëj kështu edhe kështu. Pra, me e besu Allahun edhe botën e përtejme, njeriu e ka një motiv të pashtershëm, një burim të paharxhueshëm të energjisë së vet për me vepru drejt, për me vepru në përputhje me ato udhëzime të cilat Allahu i madhruar na i ka dhënë, po me vepru gjithashtu edhe në përputhje me atë që në një farë mënyrë e dim se Allahu i madhruar kënaqet me ato vepra. Andaj besimi në botën e përtejme, besimi në ringjallje, besimi në pashmangshmërinë e daljes para Allahut dhe takimit me te.
Ai besim ka ndikim të pamohueshëm në jetën e besimtarit. Në radhë të parë e bën besimtarin të qetë, të pajtuar me atë që ndodh. E kemi thënë disa herë dhe e dim, pamohueshëm e dim, secili. A je besimtar, a nuk je besimtar, ligjet e jetës janë të njëjta. Secili lindi dabët do të me u ushqy, me u kujdes dikush për te, për me u rrit, pastaj dallgët e jetës e përplasin andej këndej, përballet me sfida, me sprova, me gjëra të pakëndshme, me pikëllime të shumta, e që realisht të gjithë njerëzit i përjetojnë këto, por jo të gjithë i përjetojnë njëjtë, jo të gjithë i përballojnë njëjtë, nga se besimtari e di se këto gjëra ndodhin me caktimin e Allahut. Ky besimtari pra, megjithatë ka një rol, se mundet me u pajtu, mundet mos me u pajtu, mundet me e lënë met, kur gjos mundet me ndryshu në caktimin e Allahut fuqiplot. Por besimtari duke e ditë se megjithatë ekziston dita e takimit me Allahun fuqiplot, ku secilit do të gjej yawma tajidu kullu nafsin ma amilet min khairin muhdara, atë ditë kur secilit do të gjej atë që ka vepruar, posaçërisht mirësinë, do të gjej të gatshme, të paketuar, të emballazhuar, të rregulluar, thjesht vetëm për me e shfrytëzuar masandej. Është investim, hajri, mirësia, është investim i pakompenzueshëm për botën e përtejme. Dhe kësaj besimtari kur e din se gjonat ndodhin me caktimin e Allahut, dhe ato janë për neve sprovë, çysh po reagojmë. Nëse gjindemi mirë, Allah do të na shpërblej. Ai shpërblim do të realizohet në plotni në ditën e takimit me Allahun. Atëherë besimtari ndihet me gjithë dhimbjet që i përjeton, ndihet komod. Në anën tjetër, besimi në botën e përtejme e bën besimtarin të kujdesshëm, ashtu që në asnjë mënyrë të mos anoj ka zullumi, ka padrejtësia. Madje të anoj ka, nëse është e nevojshme, ka durimi i padrejtësisë, nëse mos durimi i saj do të shkaktonte një të keqe më të madhe. Edhe e din se do të shpërblehet për gjitha ato gjëra që i ka duru, po do të shpërblehet edhe për vetë mohimin e vet, do të shpërblehet edhe për gatishmërinë e vet me u bë mirë. Edhe kësaj ai i cili e beson botën e përtejme, ai e rregullon jetën e vet. Ai i cili e beson botën e përtejme, mundet mbase një kohë caktuar me jetu, jo bashkrejt, qysh ka qef Allahu fuqiplot, po në moment caktuar ai besim e këndell. Edhe ky e rregullon pastaj kursin e ecjes së tij. Pikërisht besimin Allahun edhe në botën e përtejme i bën njerëzit që të përmirësojnë jetën e vet deri në maksimum. Po besimin në botën e përtejme, gjithashtu të secili besimtar duhet me shkaktu edhe gatishmërinë për kryerjen e të gjitha përgjegjësive. Për arsye se megjithatë ne do të përballemi me veprat tona, sikurse i ka thonë Xhibrili pejgamberit alayhi salatu wasalam kur ka ardhur dhe i ka thonë ja Muhammed aish ma shi'ta fa innaka mayyit. O Muhammed, sa dush jeto, i vdekun je. Sa dush jeto. 60 vjet, 100, 200, 1000, Nuhu alayhi salatu wasalam edhe njerëzit në kohën e tij pothuajse 1000 vjet kanë jetu. Megjithatë prap o dasht me vdek. Musa alayhi salatu wasalam kur i ka ardhur me leku i vdekjes, e ka pas një lloj hezitimi Musa alayhi salam për me vdek, edhe e ka refuzuar me lekun e vdekjes. Ai u kthye te Allahu, ka thonë o Zot, tim çove robit ton, dashnit ton më marr shpirtin, po ai s'po shpreh gatishmëri. Tha shko thuj robit edhe dashnit tem, le ta vendos dorën e vet në shpinë të Mzatit. Sot që me prek dora e tij, aq vjet do të jetoj. Derisa ardh me leku Musa alayhis salam i ran mend që nuk ka dasht me hezitu me vdek, i tha Zoti po ta ofron këtë ofertë. Tha masandej tha prap do të me vdek. Jo, tha merr ma shpirtin çtash. Asi me vdek se me vdek, me dal pe kësaj dunjaje nuk kemi pse hezitojmë. Normal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah." Ai i cili e dëshiron takimin me Allahun, Allahu e dëshiron takimin me te. Wa men kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Edhe ai që e urren takimin me Allahun, edhe Allahu e urren takimin me te. I kanë thonë sahabët, ja Rasulullah, vdekja bre diçysh e ftoft, jo fort e këndshme. Ka thonë nuk është këtu qëllimi.
Po ai i cili e dëshiron edhe e din, e beson se pashmangshëm duhet me e taku Allahun, ai përgatitet. Ai që është i përgatitur, ai shpriton me hyn provim. Ai i cili ka të gjitha pajisjet edhe dokumentacionet edhe gjanat me vete, ai shpriton me e kalu kufinin. Valla këtu është një pikë kontrolli, thotë unë jam në rregull, s'kam të lashe. Ai i cili s'përgatitet, ai priton me kalu ka pika e kontrollit. Ai i cili s'është i përgatitur, ai ka qef gjanat ilegalisht me i kry. Jo çysh ka thonë Zoti, po çysh s'ka thonë Zoti. Edhe këtu është synimi i kësaj, kush e dëshiron takimin me Allah. E njeriu i cili e beson botën e përtejme dhe e beson si duhet takimin me Allahut, ai përgatitet për te, edhe kur përgatitet për te, pastaj edhe është i gatshëm në çdo kohë. I vjen vdekja, ai thot vdekjes merhaba, mirë se jeni. Jo pse është e këndshme vdekja, për të gjithë është e pakëndshme. Mirë po për shkak se megjithatë pritja e takimit me Allahun në gjendje gatishmërie të mirëfillt është pritje e këndshme dhe takimi pastaj gjithsesi do të bëhet i këndshëm. Allah i madhruar na e mundsoft që Allahun edhe botën e përtejme edhe gjithë ato që duhet me i besu, t'i besojmë ashtu si duhet, e pastaj t'u japim hapësirë që ato të luajnë rolin e vet në jetën tonë. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje prej Allahut për vete dhe për ju andaj dhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Të ndërruar vëllezër, është një gjë interesante shumë, është e mrekullueshme gjithsesi, se si Islami e ka prezantu posaçërisht besimin në botën e përtejme, jo thjesht veç si kusht i besimit. Na kur i kena mësu në rinije, në fëminije, dikush ndoshta më vonë, shartet e imanit. Të gjithë e dim, shartet e imanit janë 6. Me besu Allahun, me lacet librat pejgambert, ringjalljen edhe kaderin. Është shart, është pjesë e besimit. Edhe Xhibrili kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fort insanit, ato pyetjet e përgjigjet që i kanë bë, edhe aty është përmend si shart i besimit. Edhe në shumë ajete të Kuranit përmendet si pjesë përbamëse e besimit. Mirë po, Kurani e ka edhe një trajtim tjetër. Edhe ky trajtim është interesant, kisha pas dëshirë të javnoni mendjen. Thot Allah i madhruar në surën Bekara, Lejse l-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Nuk është e tërë mirësia që ju vetëm t'i ktheni fytyrat tuaja ka kibleja, qoftë ajo ka lindja apo ka perëndime. Pra, mirësin na shumica e kuptojmë, nuk është keq kuptim, ky po është kuptimi i kufizum, mirësi diçka konkrete. Mirë me u sjell mirë, mirë me fol mirë, mirë është me i bë mirë dikujt e kështu me radhë. Mirë po ja çka thot Allahu, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Por e tërë mirësia është për atë që e beson Allahun dhe ditën e fundit. E tërë mirësia është për atë që e beson Allahun dhe ditën e fundit. Normal, edhe këtë e kemi të qartë, por lidhja ose ardhja e kësaj pjese në kontekstin e të folunit për gjëra formale, sikur se është kthimi i fytyrës ka lindja ose ka perëndime, na jep të kuptojmë se besimi në botën e përtejme nuk qenë ka vetëm besim. Është edhe ibadet, është edhe përkushtim, është edhe mirësjellje, është edhe motivim për bamirësi. Edhe këtu për një mend e kuptojmë në rrugëllazën se krejt atë që e lexojmë në Kur'an, e lexojmë në traditën profetike, e i lexojmë ose i dëgjojmë në ato sqarime dhe interpretimet që i bëhen Islamit, nuk janë thjesht veç teori, edhe cila do prej këtyre mësimeve, sikur të kish përfundu veç në teori, besoni që kish qenë shumë e mangët. Ajo teori ka vlerë vetëm atëherë kur është e aplikueshme. Vlera e saj i shtohet kur përkthehet në praktik. Përndryshe, ashtu siç ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbrojtjen e Zotit, dija pa vepra është dije e cila nuk bën dobi, ndërsa pejgamberi i ka thonë Allahu Allah më mbro nga ajo dije e cila nuk bën dobi. Pra jo mos më le me ditë e mos me punu, po mos më le me mësu e me undal që aty e mos me vazhdu në vepra. Se ka njëherë na e keq interpretojmë që ta edhe themi, ma mirë mos me ditë se njeri po hiken gjuna. Jo,
ma mirë është me ditë se edhe mos me ditë je hin gjuna. Po me ditë e mos me vepru, prap je hin gjuna. E tash kur janë 2 ose 3 praktika, na nuk do të me i majtë veç 2 të këqija e me thonë cilën me zgjedh, po i eliminojmë ato 2 që nuk janë të qëllume, e zgjedhim atë që është më e mira, në rastin ton me e besu ringjalljen, botën e përtejme, daljen para Allahut fuqiplot, llogarin, xhennetin, xhehenemin, me e besu, po në këtë dunja prej detajeve më të imta, deri te punët edhe përgjegjësitë më të mëdha, me u sjell si një njeri që për një me beson në qatë ringjallje. Pra jo me majtë besimin në mendje ose në zemër, po me e shëndru një praktikë edhe një lëvizje të gishtit, ajo me u dëshmu se është lëvizje e gishtit të një njeriu i cili e beson në ringjalljen dhe takimin me Allahun fuqiplot. Allahu na udhëzoft ka më e mira, më e mbara, na dhuroft sinqeritetin fjalë edhe në vepra, ato që i kemi bë qysh nuk duhet, Allahu na i fal, e na mundsoft që tani e tutje t'i bëjmë ashtu qysh duhet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله